Mirë, atëherë Marsi, do të kalojmë tek zhvillimet politike pra që po ndodhin tashmë në vendin tonë. Është një ditë me zhvillimet forta politike dhe sigurisht vendi ndodhet pra përballë dy momenteve kyçe që mund të ndikojnë rrënjësisht në strukturën e pushtetit, por edhe besueshmërinë e sistemit demokratik. Do ta nis fillimisht me një ministër i cili është nën hetim nga SPAK, ashtu si diskutuam edhe të shtunën e kaluar. Do ta nisja me pyetjen nëse ky është një sinjal pra që SPAK tashmë po vepron ose po shkon drejt niveleve më të larta të pushtetit politik, apo Marsi të bëhet fjalë për një rast të izoluar? Grisela, unë gjithmonë kam qenë i qëndrimit që nuk ka institucione të cilat të qëndrojnë jashtë kontekstit politik të një vendi. Kjo nuk kupton që nuk mund të qëndrojnë si antagoniste, në qoftë se pushteti politik, sidomos pushteti ekzekutivit dhe legislativit është i përmasave që ndikon jetën e vendit. Atëherë, në këtë kontekst, unë nuk përshikoj një diferencë midis sistemit drejtësisë dhe sistemit politik, sepse kanë ndikim të jashtëzakonshëm. Me të drejtë mund të thoni që po si ka mundësi sepse një pjesë e madhe zyrtarësh të lartë që janë të kësaj force politike janë çuar pas hekurave ose janë në procese timor. Shiko, në të gjitha sistemet autoritare, totalitariste, janë goditur gjithmonë figurat më afër liderit autoritar, po asnjëherë lideri. Dhe kjo është standardi dhe premisa. Realisht, kur një leadership është i korruptuar, nuk ka se si të jetë i korruptuar jashtë vullnetit politik të liderit. Në këtë kontekst, unë mendoj që edhe në këtë rast vlen e njëjta indikator matje. Në momentin që shefi një organizate të pavarur drejtësie, siç është SPAK-u, zoti Dumani, nuk guxon të rihap qoftë edhe një hetim të vetëm, sepse precedentet janë pafundën aty. Sepse nuk ka shanse që përfitimet të jenë kolektive, kurse përgjegjësitë janë individuale. Nëse përfitojnë gjithë bashkë, nuk ka shanse të them, shikoj unë i mora benefitet, po ama fajin e bëri vetëm Grisela. Në këtë kuptim, unë shikoj nonsens dhe shumë absurde situatën që të pretendojë që kemi sistem pavarur drejtësie, ndërkohë që shefi i madh, i cili dihet në një vend si Shqipëria, dihet mentalitetin dhe unë po flas në raport abstraktimi, nuk ka se si të jetë i pa afektuar në këto veprime. Është qartë, por Marsi, si e lexon ti edhe heshtjen institucionale pra përballë faktit që kemi një antar të kabinetit të kryeministrit Edi Rama në hetim? A mund të jetë kjo një strategji mbrojtje politike apo po i shuaj një respekt pra për këtë hetim ose procesin gjyqësor? Ai e ka thënë standardin e vet. Kushdo që ha moll edhe dardha mbas shpinës time, të shkojë në burg, unë nuk di gjë. Dhe i ka paraprit çdo rasti të ngjashëm që ka ndodhur. Thjesht secili mban përgjegjësinë, shkojnë në burg, legët i dorëzoi kjo partia, pak a shumë kjo është një asesi. Ndërkohë që vetë le të bëj burgun. Është qartë. Mirë, Marsi, do ndalemi pak edhe tek procesi i numërimit votave pra i cili ka nisur ditën e sotme në disa qarje. Pyetja ime është se sa të besueshme është etik të rinumërim të votave dhe çfarë mund të ndryshojë ndërkaq? Unë mendoj që në thelb nuk do ndryshojë asgjë. Ama në duke do kënaqet edhe egoja dhe vullneti disa individët që pretendojnë për parregullsi ose për padrejtësi në raport me numërimin e votave të tyre. Por në rezultatin e përgjithshëm nuk mendoj që do ketë ndonjë ndryshim të madh. Ja maksimumi mund të lëvizë një mandat në një qark, por kjo nuk e bën më të dobët ose më të vogël në peshën e fuqisë politike mazhorancën aktuale. Nëse ndodh kjo që po thua ti, Marsit, a i ka marrë KSZ-ja parasysh pra të gjitha provat e paraqitura nga Partia Demokratike apo edhe nga parti të tjera për manipulimin e këtyre zgjedhjeve? Unë mendoj që janë marrë pjesërisht sepse ka raste që nuk është pranuar japja kutive në zonat caktuara. Në këtë realitet në cilin jetojmë dhe i prekim vetë gjërat nga afër, nuk qëndron parregullësia te procesi i ditës votimit. Ose të fletë e votimit. Kjo është një proces që fillon shumë më përpara se mbajtja e përgjithshme e rezultatit zgjedhor ose e ditës zgjedhjeve ose numërimit e procesit të rinumërimit e tjerë. Pra, ajo që ka rëndësi është etika institucionale dhe respektimi rigoroz i ligjit në përditshmëri. Nuk është respektimi i ligjit në një ditë të vetme. Edhe kjo nuk ka se si ta ndryshojë vullnetin në raport me institucionet dhe me zgjedhje institucioneve kryesore të pushtetit qendror politik me një ditë të vetme në cilat pretendojnë që do bëjnë disa proceset që janë më shumë administrative se sa substanciale. Është qartë. Mirë, Marsit, për ta mbyllur dhe për të kaluar tek i ftuarit tjetër, pyetja ime fundit, a është vendimi i KAS pra për të rinumëruar këto kuti të cilat janë të hapura ditën e sotme në qarkun e Elbasanit apo edhe në qarqe të tjera, pra një vendim juridik i drejtë apo ka këtu edhe presione politike? Unë mendoj që është vendim i drejtë, pavarësisht personave politike, ajo që unë shikoj është edhe qëndrimi politik i vendeve
Europiane, sepse ne pretendojmë të aderojmë të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian dhe nga i për të kuptuar situatën e brendshme duhet parë nga jashtë, edhe sidomos nga ata që janë pjesa e më e rëndësishme e proceseve integruese që janë partnerë ndërkombëtar. Për sa kohë ata e kanë përshëndetur procesin zgjedhor, këto le ta themi mini procese të izoluara ose që janë të pjesshme nuk mendoj që bëjnë ndonjë gjë ose një ndryshim të madh në kontekstin politik të përgjithshëm. E qartë, por nëse ka një ndryshim të vogël pra për të mbyllur sërish, a mund të rikthehet besimi tek qytetarët apo si do ta presin ata? Qytetarët, përdesa pjesa më e madhe votonin Tiranën, i bie që kanë besimin, kështu që. Mirë, atëherë prezantojmë të ftuarin tjetër dhe më pas mbyllim. Rivazhdojmë emisionin miq me një tjetër të ftuar, i cili është një mik special i këtij emisioni, bëhet fjalë për zotin Andri Bala, analist politik, ekspert komunikimi, CEO ekskluzive.al dhe tashmë gjithashtu edhe përfaqësuesi Antena Televizion. Zoti Bala, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Bala, përshëndetje. Faleminderit, përshëndetje. Besoj që një nga ndodhit më të forta politike mbas zgjedhjeve është tashmë dhe anatemimi i një ministri i cili është në hetim nga SPAK-u dhe që është bërë publike që dyshohet që është, ose më saktë, le ta themi jo dyshohet, por gati e sigurt që është zoti Arbian Mazniku. Si e shikon këtë procedim të SPAK-ut direkte mbas përfundimit të fushatës dhe tashmë gjatë një procesi rinumërimi ose rihapi kutish, kur le të themi shashka e re që udhët opinionit publik është ideja e arrestimit të një ministri tjetër nga kabineti qeveritar Rama. Kjo e bën më të dobët moralisht qeverinë, e bën më të dobët politikisht, i e povë opozitës, apo thjesht krijon idenë që SPAK-u vazhdon të jetë një institucion i pavarur i cili godet zyrtar të lartë. Pra, si do ta kuptojmë si shkodim komunikimi dhe ajo që duhet kuptojnë qytetarët Andre? Tani, jo parimisht me fjalë çdo rast që merr SPAK-u në dorë ka element kriminal. SPAK-u duhet vërtetoj që ka pra subjektit për cilën ka marrë nën hetim ka kryer një vepër penale, sepse kemi raste për shembull që sa vite kemi me fondet e IPAR-it, për shembull ish ministrin e Bujqësisë, që deri më tani nuk ka asnjë lloj jo vetëm akuze, po veprime për të, ose kemi rastin e zonjës Olta Gjashka dhe Tangaçi që aq shumë kontestuar dhe në debatën ku vën, ku prokuroria madje mori hapa për te asaj që i kërkoi gjykata, se tani këtu te ne është bërë dhe çik shumë patërdi sistemi i drejtësisë, ku gjykata i kërkon prokurorisë të ndryshojë dhe formatin e akuzës. Unë besoj në këtë kontekst, vetëm më falni sa heq telefon, në këtë kontekst besoj që duhet parë nëse ka prova për zotin Mazniku, duhet parë nëse vërtet zoti Mazniku i ka kryer pretendimet që nuk e di tani se unë nuk kam ndjekur në thelb rastin, nëse është, më duket se është një kallëzim ky i bërë për zotin Mazniku, ndoshta nëse është bërë kallëzim, prokuroria ka për detyrë, nuk është një hetim i nisur kryesisht nga prokuroria posaçme pas indicës. Kodi i procedurës penale e lejon, kanë të njëjtën vlerë si një kallëzim i cili bëhet nga një qytetar, qoftë anonim ose jo, qoftë kur regjistrohet një figurë vepre penale me inicim të vetë vullnetit të prokurorisë. Nuk po them se i bie pesha te organi i akuzës. Po them që SPAK-u për shembull bën shumë denoncime në media dhe SPAK-u nuk nis asnjë hetim kryesisht. Kurse nga ana tjetër, SPAK është shprehur tekstualisht, ka bërë deklaratë që nëse nuk na bëni kallëzime, për shembull që ka vinë te kutia jonë postare, ne nuk mund t'i marrim të gjitha parasysh çdo gjë që publikohet apo çdo akuzë që bëhet në media apo në folklorin e kuvendit e tjerë. Po duhet të verifikoj se nuk jam verifikuar, më duket se ky rasti ka nisur nga një kallëzim, mos gaboj, nuk e di, apo gjithsesi të thash edhe një herë, ka shumë raste që ka nisur një hetim para prag nga prokuroria e posaçme, por nuk kanë bitisur në akuza konkrete. Apo në marrjen e veprimeve konkrete kundrejt subjektit në fjalë apo subjekteve të tjera që janë pjesë e hetimeve të SPAK-ut, janë me mira dosjen SPAK, duhet shikojmë të presim dhe më tepër. Zoti Bala, duke parë sinjalet e fundit të SPAK, a janë këto një tregues pra se po funksionon tashmë reforma në drejtësi? Funksionimi i reformës së drejtësisë në vit zgjonë standardi, nuk e lidh me reprezalin, se pastaj
edhe Enver Hoxha dikur ka pas drejtësi, a kupton, në formatën e saj. Edhe Kim Jong-un sot ka drejtësi. Po, Edhe ai çon gjyq, po në fund fare. pra fakti kur kemi sistem drejtësie që godet funksionar të pushtetit politik, le të themi, ose të ekzekutivit, nuk është se tregon që institucionet janë të pavarura, ose kemi një balancim midis tre pushteteve. Kjo është ideja? Balancimi pushteteve është ku nuk ka ndërhyrje midis pushteteve, që garantohet me një shtat pushtetutës. Problemi është që ka një balancim ose më saktë, duhet të ketë ndërhyrje, se është njësoj tani, si thua, nëse prokuroria bën një hetim posaçëm për zyrtarët e lartë, i bie që po ndërhyn tek pushteti